në mes të një vile spektakolare të Settecentës, të shekullit 18 për 1700-ës, në zonën e një liqeni verior të Italisë, Villa Natën. Ju kam treguar të gjitha rastet ditën. Natën është dhe më spektakolare, me pjesën ballore ku është një Rolls Royce me hallin, shifeni hallin i gjithi, me vazot e mermerit në të katër anët, me pjesën magjike që ngjitesh përsipër, në katin e dytë, ku janë dhomat e gjumit, dhe është pjesa më private, unë mund ngjitem ndoshta vetëm për të parë pak korridorët me vazot e mëdha, me pikturën e Kinslerit, një nga pikturat e rrallë të tij. Të gjithë këto vazo japoneze janë jashtëzakonisht interesante. Me vizatimet e Picassos, me një Rodin, me abazhurin, pjesën e sipërme të vilës, me një Dali, vizatim Dalis, me pjesën e tapeteve. Tani jam duke ecur në këtë drejtim për të parë prap ecjen dhe pikturat. Të gjitha pjesë të piktorëve të mëdhej. Pjesa më interesante. Shisa bukur duket e gjithë vila poshtë, me hallin, e pjesës sipërme. Këtu është apartamenti i pronarit, këtu është ashensori, kjo është pjesa tjetër. E gjitha si një galeri arti, shife. Ma nitë se kjo pjesë. Në shkoj deri në fund, te një tjetër dhomë. Po së pres dhe njerë për të quar në pjesën më të bukur, në zonën e ndenjes dhe ngrënjes. Ndërkohë është pjesa e bodrumit, që është po kaq spektakolare, por që natën nuk po hy, do duhet ta shoh pak me ndriçimin e natës në vilën, shef sa të bukura janë shkallët, edhe gjithë pjesa e mozaikut të qendrës. Kjo është një pjesë ku vendosen me një pikturë shumë të rrallë, në fakt, të Bërliukut. Kjo është nga pikturat që më ka pëlqyer më shumë. Me një pikturë ikonografike, vazot, një dollap i bërë me rrenjë trëndafili, i gjithi, i 1700-ës, 2 vazo japoneze. Këtu është pjesa e dikush me kulashin duart, ndërkohë që këtej hyn në banjën e ditës, e cila është e gjitha me një, shifeni, pasqyrë antike. Tani po shkojmë pjesën e ndenjes, dhe pasqyra tjetër, televizori. Ky është korridori i mrekullueshëm. Shifini Jules Cezari. Çfarë skulpturë rrallë.
të gjitha anët e mureve janë të veshur me vepra arti, ndërkohë po shkoj tek pjesa e zyrës së ish pronarit, që nuk është prekur fare, që kur vila u ble nga një shqiptar anonim, i cili nuk do të bëhet publik, se në të shishtu në njo është personi që më ka ftuar, edhe kjo është një prej veprave të artit me vlerë të jashtëzakonshme. Kjo është shumë e shtrenjtë pashu. 2 piktura tjera, një skulpturë fantastike. Edhe kjo është pjesa që nga televizori ndezur, gjermanisht. Është një shpjegim, me sa duket, kjo është zyra e pronarit, njëkohësisht një gjë e rrallë, nuk e di a ndizet drita dhe saj, po, ndizet gjitha. Shifeni, kjo është piktura më e shtrenjtë e zonës. Çdo gjë tjetër është mbushur me vepra arti të rralla. Shifeni të gjitha. Dhe këtu ndodhet edhe një gjë akoma më e rrallë. Dhe fotoja e vjetër e pronarit. Përveç gjithë pikturave, ku lart është një pikturë shumë interesante dhe me shumë vlerë, që nuk e di, sepse ndriçimi nuk më lë që të tregoj tamam. Këtu ndodhet edhe një gjë shumë e veçantë. Këto 2 shishe janë poshtu të rralla. Shifë çfarë punimi që kanë. Por këtu ndodhet një shah i cili i ka të gjitha figurat prej Fildishi. Torren, Kalin, oficerin tjetër, mbretin prej Fildishi, mbretreshën, Kalin, Torren dhe gjithë ushtarët prej Fildishi. Bën disa mijëra euro ky shah. Mjafton të shihni se si është pozicionuar mbreti, shihni mbretin, ta sjell këtu për ta parë se çfarë lloj punimi është. Është i gjithi në Fildish i vizatuar me dorë, me gdhëndje të vogla. Shifini, i gjithi Fildish. Imagjinon tani se çfarë vlere ka vetëm ky shah në këtë zyrë. Është fantastik, edhe zyra duket sikur je në mes të një do thënë po quaj galeria antikash, sepse të gjitha mobiljet, edhe këto dyja, edhe kjo që është këtu, por dhe kjo që është këtu, janë të dyja antike të rralla. Kjo është italiane, tjetra ishte kineze, dhe po ashtu këtu ka vendosur edhe 4 prej çelësave të shtëpisë. Këtu jam duke dalë dhe duke shkuar në pjesën e ndenjes. Shife, kur thash jam si në një korridor të plot në një galeri pikturash, dhe këtej po vi në pjesën më të bukur të shtëpisë. Kjo është zona e ngrënies, po e nis që këtej. Zona e ngrënies me oxhakun me mermer të rrallë. Kështu sa i bukur është, me ikonat sipër, me tavolinën e ngrënies, 10 karrige të shpërndara nëpër shtëpi, dollapin ku mbahen argjendurinat dhe gotat. Shifni, të gjitha kristal i larë me arë. I gjithi kristal i larë me arë. Këtu është pjesa e antikave tjera. Këtu janë pjesët e argjendit. Shifeni. Shumë interesante dhe kjo. Nuk e di çfarë ka. A këtu janë pjata. Porcelan i rrallë. Porcelan i rrallë me ngjyrë. Shife. Ndërkohë që këtej është një tjetër ikon. Dhe jam duke shkuar drejt 2 konsula
në secilin anë të njëjta. Autori këtu është ndenja kryesore, e gjitha me motive japoneze, me një skulpturë japoneze, me Budën, me një vazo të rrallë japoneze, me një piktor japonez të jashtëzakonshëm, i cili hyn në një nga më të mirët e Japonisë dhe janë 2 vepra të tij në 2 anët e sallës, po afrohen pak më shumë pjesës së skulpturës, Buda. Këtu është interesante sepse pronari shqiptar i Vilës, në mirëbesim, si thuash, në shenjë respekti, ka ruajtur private jetët e pronarit mparshëm gjerman, të 3 private jetët që i përdorte, një nga njerëzit më të pasur të Evropës, i pari, kapelet e tij, 2 private jet të tjerë që ka përdorur gjatë jetës tij, Centaurin, janë 2 Centaur në fakt, një tjetër Bud, thash kjo është e gjitha motive japoneze, shiheni pak punimin se si është bërë kjo konsol. Spektakolare. Shifeni. Dhe tashti, kjo është pjesa e ndenjes, e cila është shumë e bukur, duhet ullë pak zërin, sepse kam përshtypjen, është pjesa e ndenjes, që shumë e bukur. Këtu është tavolina punës e ish pronarit, ku janë të shënuara edhe të gjithë pronat e tjera që i ka pasur, disa antika, piktura të rralla, një orë po e rrallë, është e gjithë dhoma shumë e bukur. Shiheni mas shpinës time sa bukur duket. Duket sikur ke hyrë në një muze të vjetër, është, do ta ngre pak, shifeni, duket sikur ke hyrë në një muze të vjetër, dhe pjesa tjetër e pikturave, shifeni, çdo gjë rreth rrotull është vepër arti, është koltuku madh, që kurriet, rreth rrotull ka vepra arti të gjitha të njëjtës periudhë kohore, po ta shihni, librat e tij e gjitha është me buazëri edhe zjarri. Këtu është një nga pikturat më të rralla, e cila është Geber. Ndërsa këtu janë librat e rrallë, po libra shumë të rrallë, mbi 200-300 vjeçar disa, midis cilave 2 bibla të famshme, kjo dhe kjo, të dyja të listuara nga Shoqëria për Mbrojtjen e Biblave në Washington, dhe një dega, mendohet që kjo është një dega, së bashku me pjesën tjetër. Kjo është pjesa më e bukur e Vilës, ndërkohë në pjesën e jashtme, tani është momentin pjesën e jashtme, është errur, po Vila është e ndriçuar shumë bukur, dhe në thellësi mund të duket, shifeni, pjesa oborrit, do t'ju tregoj dhe me diçka ndriçim më të vogël. Dhe këtu është liqeni me të gjithë pjesën e pyllit, një nga pyjet më të bukur, 48.000 metra pyll rreth rrotull dhe me ambientin e ndenjes, me palmat e mëdha në këtë drejtim. Kështu që në një farë mënyre është një nga vilat më të rralla që mund të shohësh sot kudo në Europë, kushton, nuk e di se sa, 10 mijëra euro, s'po e them ndoshta çmimin, po është një nga gjërat më të bukura që mund të shihni. Nga ky drejtim edhe rreth e rrotull. Në një prej vilave më të bukura që mund të shihni në një nga liqenet e Italisë Veriut.